Milaçi është një nga oficerët të marinës detare tregtare që ka punuar mbi 23 vjet në flotën shqiptare. Ai lindi e urrit Buzdetit dhe deti e tërhoqi atë të lundroj më shumë se 2 dekada. Quhem Ali Milaçi, lindur dhe banues të Durrës. Kam lindur 19 dhjetor 1951, dursak, autokton, të le e rritur që të gjithë në Durrës. Në mas përfundimit të gjimnazit, shkova në shkollë marinës në Vlorë. Në vitin 69 deri në vitin 1972. Mbaruam shkollën në vitin 1972 dhe fillum unë në flotën tregtare. Ali Milaçi ka lundruar me shumë anije të flotës detare, duke filluar nga anijet Teuta, Partizani, Mati, Durrësit dhe për 9 vjet rresht në anijen Vlora, 5 nga të cilat ishte dhe kapiteni i saj. Dhe në flotën tregtare kam punuar nga viti 1972 deri në 1995. Viti 1991, pikërisht gushti i atij viti e gjeti Ali Milaçin kapiten tek anija Vlora. Kapiteni nuk e pati aq të vështirë udhëtimin e gjatë në Oqeanin Atlantik, ku preku portet kubane sa përballja e detyruar me emigrimin byndës në anije të mbi 20.000 personave dhe udhëtimi drejt portit të Barit në Itali. Ja çfarë kujton ai. Ishim thënë në fakt në një udhëtim i gjatë. U nisëm nga Durrësi për në Francë, Hollandë dhe Kubë. Dhe ngarkuam sheqer rreth 10.000 tonë në 3 porte të Kubës. Nga Kuba erdhëm direkt në Durrës. Kur shoh porti hapet, njerëzit vërshojnë drejt anijes. Anijet tjera që ishin porto lëvizën, si ishte dhe anija Tirana, së kujtohet dhe anija tjetër, dolën në radhë. Pasi ato ishin nga dishmëri, ne me motor të hapur, erdhën njerëzit të kërkuan që të hypin anije. Bilet e njëre me goditë dhe me kaçabit në dorë në këmbën e djathtë, unë në shkallën dhe fillon ngjitja e njerëzve, ne fillimisht nuk e dinim, po anija u mosh plot, domethënë rreth 20 njerëz ka pas të ne. Shumë njerëz kanë rënë në det, kuptohet ndërmjet anijes dhe bankinës. Mbaroi uji i ëmbël. Domethënë s'kishte as ujë të pishëm, as ujë të ëmbël. 20 njerëz në anije kuptohet. Përfundimisht anijen e kthen nga sistemi me ujë të ëmbël, inxhinieri kthen me ujë të kripur, sistemin e ftofjes motorit. Dhe më thot, kapiten thot, nëse do të kemi në një stopim të motorit mes detit për vetë faktin që kthehet me ujë të kripur, nuk ndizet motori. Ne u nisim nga Durrësi dhe vendosa të shkojmë Brindisi si porti më i afërt. Dhe marrë drejtimin për Brindisi. Dhe për më tepër në timoneri që nuk lejohet më shumë se 2 apo 3 veta, timonieri, oficeri i shërbimit, kapiteni. Timoneria ishte plot mbi 500 veta ishte timoneria. Nuk isha mundësi të shifja majtas djathtas. Dhe me kryesorja njerëzit kanë nejtë edhe mbi direkt, mbi antenat e radios e të radarit. Anija Vlora u bë simbol i humanizmit dhe mbijetesës. Për këtë ngjarje, një ekip producentësh italian realizoi dokumentarin La Nave Dolce. Në rastin e anijes Vlora janë bërë 2 dokumentarë, Nave dhe Nave Dolce. Kur ajo që tregoi kapiten Ali Milaçi dhe ekuipazhi i tij, që në kushtet më të vështira e drejtoi oqeanikun Vlora pa pasoja tragjike drejt portit italian, bën që autoritetet italiane të komunës së Barit ta dekorojnë atë në vitin 2011 me medaljonin komandantit të anijes Vlora, Ali Milaçi, faleminderit, ndërsa drejtori i shkollës Santa Rita e Santa Delila i dorëzon në vitin 2023 vlerësimin të guximshmit komandant të anijes Vlora, Ali Milaçi, në kujtim të zbarkimit historik në Bari në 8 gusht 1991. 95-ën vendosa dhe e lash detin
për vetë vështirësitë që kishte deri për të qëndruar pranë familjes. Pas vitit 1995, Halimi Laçi ndërpret lundrimet në det, por kurse nuk I largohet deri. Ai hap agjencinë ndërtare Albion që merret me menaxhimin e anijeve dhe transportin e mallareve të tyre. Halimi Laçi është një qytetar model I Durrësit, me një sjellje të admirueshme, jo vetëm për ata që e njohin. Ai është martuar me inxhinieren Tatjana Bitri Milaçi dhe ka 2 vajza intelektuale të diplomuara në ekonomi dhe jurisprudencë. Domethënë kanë kaluar 30 vjet që kam lënë detin dhe është nder për mua në fakt që unë nderohem me këtë titull për vetë faktin se kemi sakrifikuar. Për të gjithë sakrificën e bërë, në drejtim të ekonomisë së vendit dhe ruajtjes së imazhit të Shqipërisë dhe në kohët më të vështira, shoqata Durrësi Autokton I akordon Halimi Laçit titullin e lartë mirënjohje e qytetit të Durrësit.